Horoskopi mujor. Dashi. Gjatë këtij muaji, Urani do e rondis paksa ritmin e jetës tuaj dhe qetësia nuk do të jetë mbizotruese. Jeta në çift do të jetë ajo që do të paguaj më shtrenjtë. Nëse keni pasur probleme vërtet serioze, mundohuni t'i zgjidhni sa më shpejt jetë e mundur dhe të mos lini asgjë për më vonë. Në datën 8 do të keni një zënk të rëndë që do të vendos distancën mes jush dhe mund të mendoni të largoheni përfundimisht. Nëse jeni beqar, nuk keni për të pasur asgjë interesante dhe do të ndiheni keq. Shëndeti do të jetë i mirë 2 javë të para, por më pas do të vijojnë vështirësitë. Kujdes me virozat. Profesionalisht do të jetë muaj i rëndësishëm dhe plot angazhime. Kontaktet që keni lidhur do të ndihmojnë të arrini objektivat. Në planin financiar, po i bët mirë llogarit me kujdes, nuk do të keni probleme. Demi. Ky do të jetë një muaj i mbushur me bashkëpunim, do të jeni të gatshëm të bëni edhe lëshime, vetëm që gjërat ju ecin gjithmonë mirë. Nëse jeni në një lidhje, bëni kujdes me padurimin dhe ruani sa të mundeni qetësinë. Po e lat partnerin të flas lirisht e pa dorashka, marrëdhënia mes jush do të mbetet e kënaqshme. Do të pajtoheni edhe pas disa zënkave që keni pasur. Ju beqarë do të keni më shumë fat pas datës 15. Bëjeni syt 4 sepse asnjëherë nuk i dihet kur mund të shfaqet personi ideal. Për shëndet më të mirë duhet patjetër të kujdeseni me ushqimin dhe të bëni aktivitet fizik. Në punë do të mund të çliroheni nga tensioni i madh që keni pasur dhe do të ndiheni më të gatshëm të shprehni me zë të lartë mendimet tuaja. Plutoni dhe Urani do t'ju mbështesin dhe do të arrini majat. Financat nuk kanë për të patur probleme serioze, megjithatë për të ruajtur ekuilibrin, duhet të shpenzoni për herë me kujdes dhe larg pamësi. Binjakët. Gjatë këtij muaji duhet i kushtoni më shumë vëmendje personit që keni në krah, sepse përndryshe ka për t'ju ikur nga duart. Java e parë do të jetë e qetë, por as pak emocionuese. Vetëm pas datës 16 do të mund të fillojnë gjëra disi të ndryshojnë. Ju beqarët do të keni dashuri me shikim të parë në momentin që më pak e prisni, as vetë nuk e kishit imagjinuar ndonjëherë se gjërat mund t'ju ndodhni në këtë mënyrë. Shëndeti do të lërë për të dëshiruar, jo nga ndonjë virus i stinës, por ankthi dhe stresi do t'jenë ato që do të krijojnë problemet. Në punë do të keni konkurrencë të fortë, por kjo nuk do t'ju friksoj për të hedhur hapat e menduar. Nëse jeni të punësuar në një institucion dhe keni marrëdhënie me jashtë, do të jeni më me fat se të tjerët. Gjendja e financave do të jetë e mirë, por jo aq sa për të kryer ekzaminime ekstravagante apo për të hequr para më njan. Gaforia. Gjatë këtij muaji, Merkuri dhe Jupiteri do t'ju mbajnë larg problemeve serioze. Qielli juaj do të jetë më i hapur, sidomos pas javës së dytë. Nëse jeni në një lidhje, ditët e para mund të ndodhin disa kontradikta për shkak edhe të shpenzimeve të mëdha që keni kryer. Thirrni mendjes dhe bëni kujdes edhe me fjalët që do t'i thoni partnerit. Pas datës 15, situata do të fillojë të ngrohet goxha. Nëse jeni beqar, joshni pa dorashka, sepse vetëm përfitime do të keni për të pasur. Shqetësime të mëdha fizike nuk keni për të pasur, megjithatë po treguat kujdes për shëndetin, do të jetë akoma më mirë. Në punë mund t'ju anullohet një projekt ose mund të mos mbahet fjala që ju është dhënë. Sido që t'jetë, mos u dorëzoni sepse pas datës 10 planet do të nxisin kontaktet e reja. Në planin financiar, për fat të mirë, situata do të fillojë të përmirësohet pas javës së parë. Do të ndiheni më të qetë për këtë. Luani. Ky muaj do të jetë her pas here i trazuar. Ju që jeni në një lidhje do të keni edhe debate me njerëzit që ju rrethojnë. Mirë është i mendoni me kujdes gjërat që do të thoni, sepse përndryshe lidhja mund të marrë tat pjeton. Nëse jeni beqar, do të njiheni me persona të shumtë, por nuk do të arrini dot të filloni një lidhje ashtu siç e kishit ëndërruar. Shëndeti do të jetë problematik 2 javët e para për shkak të mungesës së gjumit dhe lodhjes së tepruar në punë. Kujdesuni pak më tepër për veten tuaj. Në punë fillimi i muajit do të jetë goxha pozitiv, ndërkohë që javën e tretë ka rrezik që situata t'ju dalë jashtë kontrollit. Bëni mirë që të mos ju besoni shumë kolegëve që keni pranë, sepse do t'ju zhgënjejnë. Gjendja e financave do të jetë disi me qëndrueshme, çka mund t'ju lejojë edhe ndonjë shpenzim më tepër se zakonisht. Bëni kujdes me udhëtimet. Virgjëresha.
Gjatë këtij muaji do të nxjerrni kthetrat dhe do të bëni çdo gjë për të mbrojtur interesat tuaja. Idetë që keni do t'i shprehni hapur, edhe sikur të keni kundërshti nga të tjerët. Nëse jeni në një lidhje, do t'i jepni prioritet partnerit dhe do e bëni atë të ndihet me fat që ju ka në krah. Mosmarrveshjet e vogla do t'i lini pas krahve një herë mirë. Ju beqarë do të keni shumë kërkesa dhe nuk do të arrini dot të gjeni një person që do t'i përmbush të gjitha ato që ju doni. Shëndeti nuk do të jetë i shkëlqyer, por për fat të mirë do të keni vetëm dhimbje koke dhe muskuj sher pasere. Asgjë për t'u shqetësuar. Në punë, pavarësisht rrugës së vështirë, nuk do të dorëzoheni. Disa miq do t'ju ofrojnë goxha mbështetje. Sektorin financiar duhet ta keni më tepër nën kujdes sepse po filluan problemet serioze, zor se ti stabilizon. Peshorja, ky ka për të qenë një muaj pozitiv dhe më i favorshëm për marrëdhëniet me të tjerët. Do të jeni të kujdesshëm dhe nuk do të hidhni hapa pa qenë të bindur. Nëse keni një lidhje, do t'i shihni gjërat me optimizëm dhe do të mendoni më tepër për të ardhmen tuaj. Mund të tentoni edhe për një fëmijë ju të martuarit, ndërsa beqarët mund të eklipsohen nga dikush pas datës 13, mund të mendoni të filloni edhe një lidhje. E rëndësishme është që do të ndiheni për herë mirë dhe të përmbushur shpirtërisht. Shëndeti do të jetë shumë i mirë. Kombinimi i ushqimeve të ekuilibruara me aktivitetin fizik do t'ju jap më shumë ndjesi të mira dhe do të ndiheni edhe më shumë të rinj se sa jeni. Në planin financiar nga data 10 do të ecni me një skem të mirë përcaktuar dhe do të dini se sa para të shpenzoni. Në punë do të jeni profesionist dhe do t'ju ofrohen mundësi të shkëlqyera për të treguar aftësitë që keni. Dielli do t'ju qartësojë det dhe do t'ju bëjë më këmbgulës. Akrepi, gjatë këtij muaji duhet patjetër të merrni masa strikte nëse nuk doni t'ju ndodhin të papritura. Çështjet e zemrës duhen menaxhuar me shumë kujdes dhe përkujdesje sepse çdo gabim i vogël mund të sjellë pasoja të mëdha për të ardhmen tuaj. Gjithçka do të ndryshojë pas datës 11. Ju beqarët, përpara se të hidhni hapa, duhet të dëgjoni mendjen dhe jo vetëm zemrën. Gjendja shëndetësore her pas here do të kalojë vështirësi. Nuk do të ndiheni në formën më të mirë të mundshme dhe kjo do t'ju mërzis. Në planin financiar do t'ju duhet të merrni akoma masa më strikte që situata të mbetet e kënaqshme. Në punë do të filloni të shihni gjërat më qartë pas një periudhe të mbushur me turbullira. Pyeteni shpeshherë veten se cilat janë gjërat që dëshironi t'i ndodhin dhe të mos i ndalni përpjekjet. Shigjetari, këtë muaj do t'ju ndodhin vetëm gjëra pozitive, sidomos në planin sentimental. Do të merreni vesh mjaft mirë me atë që keni në krah dhe do të jeni të pandashëm. Për gjithçka do të merrni vesh dhe nuk do të mungojnë as çastet pasionante dhe emocionuese. Edhe ju beqarë duhet ta dëgjoni sa më shumë zemrën tuaj sepse ajo nuk do t'ju çojë në rrugë të gabuar. Gjendja shëndetësore do të mbetet e mirë. Nuk do të keni as pak shqetësime, madje as ju që muajin e kaluar keni vuajtur. Buxhetin duhet ta keni më tepër kujdes dhe nuk duhet të jepni para hua, sidomos deri në datën 21. Në punë duhet bëni më shumë përpjekje për t'ia dalë, sepse po fjetët gjumë, nuk do të mundeni dot të ecni përpara. Për fat do t'i kuptoni shpejt këto gjëra dhe do të merrni masat e duhura. Bricjapi, gjatë këtij muaji nuk do t'ju ndodhin gjëra të këqija, por mirë do të jetë të mendoni të hiqni disa paramanjan për të siguruar edhe të ardhmen. Në këtë plan do të keni vështirësi më të mëdha. Silluni mirë me partnerin tuaj, sidomos nga java e dytë në vijim. Mundohuni ta surprizoni atë si dhe t'i shprehni ndjenjat tuaja. I dashuri zemrës tuaj ka nevojë jetike për mbështetje dhe ngrohtësi. Ju beqarët më në fund do të besoni në dashuri pasi të njiheni me personat fantastik. Zemra do t'ju rrah pafund rreth datës 8 ose 9. Shëndeti nuk do të jetë në gjendjen më të mirë. Mund të keni shqetësime muskulore të cilat duhen trajtuar sa më parë. Për punën do të jetë muaj aktiv dhe i mbushur me risi. Me pak më shumë kuraj dhe këmbgulje do të arrini majat. Ujori, këto muaj do të jeni shumë altruist dhe ky do të jetë një gabim. Nëse keni një lidhje, gjeni edhe pak kohë për t'ju përkushtuar vetes tuaj sepse përndryshe partneri mund të shohë dikë tjetër. Ju beqarët do t'i keni mendimet shumë të qarta dhe do të dini kë dhe ku të kërkoni personin e duhur. Në datën 15 do të jetë dita më me fat për ju.
Për shëndet më të mirë, nuk do t'ju bënte keq pak aktivitet fizik, yoga apo not. Në planin financiar do të keni më shumë fat pas datës 15. Fal disa hapave që do të hidhni, gjendja do të ndryshojë përgjithmonë. Edhe në punë do të keni arritje sepse do të silleni si duhet dhe do të hidhni kurdoherë hapat e dur. Agresivitetin shmangeni në çdo lloj aspekti. Peshqit. Cilësia e këtij muaji do të varet nga aftësia që do të keni ju për t'ju dhënë prioritet gjërave më të rëndësishme. Tregoni të kujdesshëm dhe të matur në mënyrë që të mos gabohuni. Dashuria e çifteve nuk ka për të pasur probleme. Do të jeni shumë kureshtar për të provuar gjëra të reja dhe mund të shkoni bashkarisht edhe në aktivitete interesante, kulturore dhe sociale. Ju beqarët do të keni gjithmonë shumë persona që do t'ju vinë rreth e rrotull, por në datën 16 do të ndodhë diçka vërtet e bukur së cilës duhet i përkushtoheni. Shëndeti mundet edhe të kalojnë në periudha delikate, sidomos nëse i keni kaluar të 40-tat, megjithatë mos e lëshoni veten. Aktiviteti fizik ju vjen në ndihmë. Për financat deri në datën 10 duhet të merreni me menaxhimin dhe planifikimin, që pastaj të dini se si dhe sa të shpenzoni. Në punë do të keni më shumë sukses nëse jeni në fushën e komunikimit ose shkencave shoqërore. Javën e tretë do të keni më shumë besim tek vetja.